Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. I nderuar profesor Ardian Muaj, nderuar pranishëm, lejoni që në emër të qendrës Minber t'ju uroj mirëseardhjen. Sot kemi zgjedhur profesor Ardian Muaj, nuk kemi pse të flasim shumë për profesorin, se dihet. Edhe tema që do të diskutojmë, dhe ndoshta mund ngajmë edhe disa pyetje debati rreth saj, ka të bëjë me rolin që ka pas feja në mbrojtjen e identitetit kombëtar shqiptar, rasti konkret ku jemi ne. Për arsye se ndasht nga sistemi i kaluar, që kemi kaluar pra historiografia komuniste, po dhe në trajtesat moderne historiografike, elementi fetar në shumicën e rasteve trajtohet si element përçarës. Pra në periudhën komuniste na thohet që feja është opjum për popujt dhe pushtuesit e huaj i kanë përdorur atë për përçarjen e popujve tjerë, po ashtu edhe në trajtesat moderne. Edhe sot të kësaj dite ka mendime, sidomos edhe ato shtete që janë konsoliduara etnikisht rreth një feje të caktuar, ku elementi tjetër, pra ekzistenca një elementi tjetër fetar, shihet si element përçarës për shtetin ekzistencial ose për atë etni që ka formuar atë shtet apo atë etnitet politik. Në rastin shqiptar po shohim që në periudhën e rilindjes, pra ndryshe nga gjithë shtetet fqinje tek ne, ku feja ishte elementi themelues i etnisë tyre, për rasti i slavëve apo i grekëve, po dhe Evropa vetë, fejën e ka përdorur si elementin themeltar të përbërjes së tyre etnike. Në rastin shqiptar feja nuk shihet si, po mund të themi që ishte një lloj vlere e shtuar dhe një lloj lirie individuale që baballarët e kombit shqiptare kanë lënë secilit individ apo secilit grup fetar. Dhe është zhvilluar paralelisht me ndjenjën kombëtare shqiptare. Paktën unë personalisht, derisa rash në kontakt me një shkrim profesor Ardianit, kisha idenë që elementi mbrojtës për kombin shqiptar, për hapësirën shqipfolse, ka qenë elementi fetar islam. Po shoh që qenë kanë disa segmente të tjera të ndryshme që fetë të tjera pas kanë bërë të njëjtin rol për mbrojtjen e etnisë shqiptare. Pra nuk po i them gjitha që t'i lajmë hapësirën edhe profesorit, po me drejtën fund mund ngrihet pyetja, mund ngrihen edhe disa pyetje që a ka shërbyer feja si element për formimin etnik, për formimin e shtetëve, po për rastin tonë si ne shqiptar, a e ka luajtur këtë rol feja, edhe nëse tek tjerët ka qenë, po them, një feje caktuar, përse tek ne nuk ka shërbyer një feje caktuar për formimin apo për ngjizjen e etnitetit shqiptar, etj. Këto janë pyetje që pastaj mund t'i zhvillojmë edhe në fund seancës me profesorin. Profesor, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, në emrin e Zotit, selam aleikum gjithëve. Faleminderit për ftesën edhe mundësinë. Tani titulli është paksa i shkurtuar. E kemi shkurtuar, po. Po këtë titull do kishte mjaftu, si thosh, para 20 vite, si themi, për të na internu, ose për të na burgos, si thosh. Dhe fakti që po flasim këtë xhami kaq madhështore, para 40 vitesh, tu nuk e di çka ka kanë, por duhet me sa di ka qenë lulishte. Pra do të thotë, ka ndodhur aq shumë gjëra, ka ndryshuar aq shumë vendi, konteksti, por ne kemi me një aty me të njëjtën ide, do të thotë që si mund të jetë besimi fetar moroj për kombin shqiptar, për kombësinë. Nuk funksionon, nuk shkon kjo, apo jo. Pse? Sepse përkunu gjithë tyre zhvillimeve, ne kemi met tek para 40 viteve, në zhvillimin e ideve. Është gjë shumë interesante se ajo që i dallon shoqëritë prej njëra tjetrës është se shoqëritë që ecin, idetë i paraprin zhvillimeve. Shoqëritë që ndojnë karroceri, zhvillimet vinë përpara dhe idetë zvarriten më avash. Dhe në rastin konkret, përpara se të bahej gjithë kjo mrekulli, kjo xhami këtu, pra që ka sfiduar rrafshimin total, se kjo namazja quhet, ishte dashur që të ndryshojë edhe koncepti
që kemi ne, do të thotë dhe i shtetarë që ne besimin fetar ta kemi krejt lirshëm, ta themi që po besimi fetar e ka mbrojt komsinë shqiptare. Çështja është se të gjithë e ndjejmë këtë, por që ta artikulojmë është pak sa më vështirë sepse nuk e ndihmojmë njëri tjetrin. Pra ajo që na ka ndodhur, se edhe mendimi, edhe frym, edhe kultura, është frym që zhvillohet bashkarisht. Pra mund të kesh gjeni, talente të jashtëzakonshme, por që në kushte të caktuara ku nuk ekzistojnë instrumentat ose mjetet ndihma, rrjedhëzimi i shoqërisë, ato meten të pashfrytzuara. Dhe në rastin konkret, ajo që na ka ndodhur ne, që profesor Behari e theksoi shumë bukur, është se këtë ide e ka menduar profesor Behari. Por nuk e ka menduar në këndvështrimin e vet, egoist, le të themi, egocentrik. Pse? Sepse profesor Behari thotë që musliman janë më të mirët. Kanë luftu, kanë dhënë. Mirë po, vllai jon Kola ose një tjetër nga një ashtu, thotë jo. Nuk di çka kanë bërë musliman, por ne dim që si katolik ne jemi thelbi, ne jemi kështu dhe ashtu. Madje, unë dëshoj se muslimanët s'kanë bërë gjë. Vllai jon Jorgoja do thoj po ashtu të njëjtën. Dhe kjo është problemi sepse ajo që na ka humbur si shoqëri është pikërisht si thosh ndërmjetësimi, kemi humbur komunikimin mes grupeve ndryshme të shoqërisë. Pra ndërmjetësim, ne vërtet e kemi standardizuar gjuhën, vërtet kemi një gjuhë të përbashkët, por e kemi të veçuar, të fragmentarizuar, të izoluar secili është egocentrik në kulturën e vet, në frymën e vet. E kemi një kom të përbashkët, po askush nuk del nga këndvështrimi i vet. Çfarë ndodh? Pse nuk del? Sepse vetë shoqëria nuk i ka kriju mundësitë që të dilet, sepse nuk dilet, edhe nëse dikush e percepton, duhet që të ketë institute me një frymë të tillë, pra përbashkuese, nivelizuese, ekuilibruese e tjerë. Dhe kjo tani është e çuditshme si thamë që ne tani të diskutojmë këtë që ata të famshmit e para 2 shekujve, rilindasit, e kanë pas në mënyrë aq natyrshme. Pra ata kanë ditë që të mos flasin nga pozicioni egocentrik dhe ta shpërndajnë, të dinë, të përdorin një fjalor të përbashkët. Çfarë ndodh? Kjo mund të vinë edhe nga fakti që kemi qenë shumë të izoluar, shumë të veçuar e tjerë. Ata e kishin më të lehtë të gjenin gjuhën e përbashkët, edhe pse s'kishte një gjuhë standarde, pra kuptoheshin më mirë, me bashkombasit e tyre, sipas përkatësisë fetare, sepse dinin shumë gjuhë të botës të tjera, në kuptimin që njihnin realitete ku katoliku shqiptar, një musliman në Istanbul, i dukej mjaft i afërt. Pra krijonte një urat e veta. Dhe çfarë ndodh? Kjo na ka penguar më shumë, pra në momentin kur shkputet komunikimi një shoqëri, në momentin kur një shoqëri, sipas proporcioneve, në rastin e fesë, musliman në shoqërinë shqiptare janë shumicë. Dhe në momentin kur shumicës i mbyllet goja për arsye teknike, siç e thamë, jo për ndonjë, sepse ne kemi që në 90-ën lejen fetare, por për shkaqe objektive, subjektive tonat, ne kemi gojën të mbyllur, nuk arrijmë të artikulojmë atë që ne jemi, kontributin që kemi, aftësinë tonë për të qenë pjesë e diçkaje për të nesh, për të bashkëndu, bashkëpunu, ne nuk arrijmë. Dhe në momentin që jo thjesht për arsye subjektive tonat,
por për arsye të jashtme shputet kjo ose na mbyllet kjo mundësi si shoqëri, ai që është më i dëmtuar, ai që humbet më shumë është ai që është më shumë. Kështu që edhe barra e mirëkuptimit është më e madhe tek shumica. Sepse edhe nëse pakica do t'ishte shumë mirëkuptuese, nëse shumica nuk e ka mjetet, jo s'po themi dëshirën, por mjetet për ta realizu këtë, pastaj prap se prap nuk arrihet ai si thush mexhlisi. Pra mexhlisi prishet, mexhlisi kombëtar ose kontrata sociale, mirëkuptimi social, gjuha e përbashkët sociale nuk arrin të jap rezultat. Secili flet me fjalorin e vet. Muslimani flet me një fjalor të vet, tjetri dhe nuk arrim as ti krahasojmë. Dhe ideja ishte kjo që shohim pak për tej. Dhe pra duke shku tek shembuj të përgjithshëm. Dhe nga ajo që mendoj unë është se kemi rast të veçantë në kontekstin shqiptar, për të ra shkurt që të shkojmë pastaj edhe te pjesa e ndërveprimit bashkëbisedimit, në kontekstin shqiptar, ne kemi pas secilin, sidomos në rastin e këtyre tribunave ndërfetare. Pra secili e ka mbrojt pozicionin e vet, çështja është se ne mund ta themi besimi fetar në përgjithësi. Po ku ndryshon rasti shqiptar? Rasti shqiptar ndryshon për arsye objektive, do të thotë ne nuk e dim se si do të kishte qenë shkalla komunikimit, shkalla mirëkuptimit, mundësia mirëkuptimit dhe mundësia e përçimit mesazhit ton tek tjerë dhe e marrja mesazhet tjerëve tek nesh. Nuk e dim në rast të feve të tjera, të grupeve të tjera, të përqinjeve të tjera. Por në rastin konkret, edhe për fat historik, ne kemi 3 besime të cilat kanë 2 veçori që shkojnë, që si thush e ndihmojnë këtë ndërkomunikim mes ose social, këtë gjuhë të përbashkët sociale, që janë që të gjitha monoteiste dhe që të gjitha universaliste. Tani që të mos him shumë në teologji, ka dhe fe monoteiste ose që pretendojnë, po nuk janë universaliste. Dhe s'po përmendim si rast, por e dim të gjithë. Por në rastin tonë konkreti kemi edhe monoteiste dhe universaliste. Dhe duke qenë të tilla, kjo ka ndihmuar si thosh sikur një ndriçim, si një projektor që bie mbi të gjithë dhe nuk është se ndeshet, si thosh, i ndriçon të gjitha palët, të gjithë njerëzit, i ndriçon krejt ambientin dhe pastaj në varësi të staturës secilit, dikush është më afër dritës e tjerë, më dritë më shumë, por fakti që kemi fe të përgjithshme është një nga arsyet pse besimet fetare, pra ne themi besimi fetar, por besimet fetare të shqiptarëve kanë shërbyer për si mburoj të komësisë. Pse termi komësi, qëtarë? Sepse ngecim edhe në terma dhe janë shumë të rëndësishëm termat. Për shembull, për ne termi komësi është term shumë neutral, por për vëllezërit tanë në Kosovë është term problematik, sepse komësi janë quajtur minoritetet në kohët Jugosllavisë. Dhe një nga pyetjet ishte pse pra një nga pyetjet e dikujt nga Kosova ishte pse komësi. Po mirë, po çështja është se kjo shkon për tej, pra edhe si dukuri, edhe si forcë historike, shkon për tej atij përkufizimit modern të kombit që paraqitet sikur fillon në shekullin 19 e këtej. Dhe komësi është tërësisht neutrale dhe mund ta çosh deri në fillimet
e njerëzimit, kur tek ajo ajeti që thot ne i ndajmë popujt në fise popuj, komsi ose popuj, nuk e pise. Popujt në fise dhe në gjuhë ndryshme që të njiheni, si është ajeti këtu? Sepse flas ajeti është shumë herët si thosh është shpall shumë herët, më herët se sa shekulli 19 kur ne mendojmë se vetëm aty dalin kombet dhe i referohet një parakohë shumë më të hershme edhe se vetë shpallja. Dhe kështu që komsin këtë rast është dhe që të shkojmë tek pjesa ma altruiste, si të thush, jo egocentrike, se cili hoxhallar, dietar, se cili e ka thënë që ne kemi luftu Haxhi Vebi Dibra, Hafiz Ali Koça, të gjithë një musliman, një hoxh dhe një që është i formuar në kulturën islame, është i prirur që të përmend figurat islame. Por kjo ka funksionu edhe tek komunitetet e tjera dhe si shembull që po jap përveç islamit, të cilët besoj se të gjithë ne e dim. Të ishim një kontekst tjetër, edhe nuk do i njohim ne gjithë Haxhi Vebi Dibra, roli i tij në kombëtarizimin. Edhe kjo është fjalë që krijon pak hilaritet, por duhet ta mirë kuptojmë në mungesë të një fjale më të përshtatshme. Hafiz Ali Koça, shumë interesant se ai vetë është një nga ato që e ka vrarë mendjen me atë librin A duhet feja a pengon bashkimin kombëtar. Dhe shumë interesant, po. Dhe shumë interesant se nuk i referohet si thush besimeve, por ai mbron kontributin e islamit sepse çështja ishte pikërisht tek islami në atë kohë. Dhe ai përqendrohet aty. Kështu që por e njëjta dukuri që tek muslimanët kontributi është aq sa që është përqindja, sipas historisë, thotë nëse ka qenë përqindja 72, që t'jemi edhe matematikisht korrekt, le të themi 72% të kontributit e kanë dhënë edhe nëse. Pastaj edhe tjerë që 72% e segmentit kombëtar. Po. Kështu që mbase po të hyhet në teknikalitet edhe ka gjeni ta zëm një fushë caktuar që e shtyne, por që t'jemi korrekt, neutral dhe të mos sa që është përqindja, pakten në parim kështu duhet jemi, sa që është përqindja, po si perceptohet. Tani këtu është edhe problemi tek pjesa e jo shumë e thedhuar, jo shumë e studiuar, ose që e ka studiuar çështjen, jo shumë e kulturuar në këto çështje, është më thjesht që të bie shkurt dhe ne dim të diskursin shumë të fort islamofobik, si s'ka dalë një fjalë që praktikisht edhe kjo nuk është tamam e saktë, sepse ata të cilët shprehen kështu nuk ka se kanë frikë nga islami, ata urrejnë islamin. Pra prapë në këtë rast ne jemi tek termi që nuk e shpreh realitetin, por kemi pranuar se dikur përpara daljes së termit islamofobi në vitet 90 edhe në mediat shqiptare ka qenë anti-islamizëm, anti-muslimanizëm. Pastaj doli kjo islamofobia. Po unë besoj se anti është më saktë. Pavarësisht se tani kemi ra dakord që të përdorim termin, nuk e di as zbut, por nuk më duket se përfaqëson dukurinë, sepse ata të cilët kanë një shprehje të tillë kaq të rëndë ndaj shumicës ose një pjesë të madhe të rëndësishme kontributore të shoqërisë shqiptare kaq të rëndë, ato padyshim që nuk është se e kanë frikën e kësaj, por thjesht nuk janë komod me këtë.
Dhe që të shkojmë të pjesa tjetër, tani edhe nga konteksti musliman, është shumë e vështirë, ose edhe si për kënë përgjigje, le themi si mod, që ase ju nuk keni ban asgjë, ase ju pra nihilizmi reciprok, qonë tek ajo që sy për sy bota ngelet e verbër. Dhe ideja është që tu japim gjithve një arsye për të qenë krenar për atë që përfaqësojnë shoqëri. Tani në rastin e kontributit kombëtar të muslimanëve, kryesisht ka pas studios të Kosovës që kanë artikulu këtë tezë në mënyrë shkencore, por që janë keq kuptu, janë anatemu, janë kundërshtu, janë sulmu e tjerë. Mbase, konteksti ka qenë i tillë, që ka qenë e vështirë që të mirë kuptohen. Dhe nga ana tjetër, edhe në kontekste tjera. Në Kosovë, për shembull, kemi studios të caktuar dhe në përgjithësi edhe për dukurinë e Islamit ndër shqiptar, që e kanë artikulu që Islami ka shërbyer si mburoj, si mbrojtës i kombësisë shqiptare. Tek katolikët, komuniteti katolik, është e çuditshme sepse artikulimi është më i fortë në mes në zonat të cilat jo kufitare. Pra zonat e Shqipërisë qendrore të veriut janë më të prirura që të theksojnë kontributet e bashkisë fetare katolike në kombësinë, në rrugtimin historik të shqiptarëve. Dhe padyshim që me të drejtë, sepse të lëvdosh, të tregosh vlerat tua nuk është asnjëherë e dënueshme dhe asnjëherë e qortueshme. Pavarësisht se mund të mos jetë, mund të mos bjerë mirë tek dikush. Çështja është në kjo krijon, sidomos në kontekstet jo kufitare me etni të tjera, kjo krijon një qarje brenda kombëtare që e ngatron fen me kombin. Pra duket sikur krijon një veçim të panevojshëm brenda një komuniteti tashmë të cimentuar nga historia, nga e drejta ndërkombëtare, sepse jemi përveç se kombë edhe shtet i njohur, pasi se jo këtë hapësira kombëtare, dhe e krijon këtë artificialitet, këtë konfliktualitet artificial në një kontekst të panevojshëm. Mirë, po nëse dalim në zonën kufitare, ku bashkëveprojnë besimet ndryshme, shohim se ata kanë drejt, por në këto zona, pra që vendoset gjeografia. Për shembull, katolicizmi, ashtu si islamizmi në zonat e Kosovës, që kanë kontakt me bullgar, me serb, edhe katolicizmi ka shërbyer si mburoj e identitetit kombëtar shqiptar në zona kufitare me etnitë e tjera. Në Malzi kryesisht dhe në Kosovën perëndimore ka qenë shumë i rëndësishëm dhe një nga arsyet që kemi katolik shqiptar, bashkësi katolike shqiptare aty. Sepse sikur të mos kishte pas këtë funksion të mbrojtjes, të forcimit, të veçimit nga fqinjët, kryesisht ortodoks slav. Pse ortodoks slav? Sepse nëse të trija fet janë monoteiste dhe universaliste, Islami dhe katolicizmi janë që i kanë që të më theksuar ato, të paktën historikisht.
Pra katolicizmi është më universalist se sa ortodoksia slave. Po, sepse ata kanë disi të lidhur me kombësinë dhe kjo ka qenë një problem, autocefalia që diskutojmë. Dhe kjo ka qenë edhe një problem, do të thotë që në kontaktin e katolikëve shqiptar me katolik slav, mburoja ose veçimi ka qenë sipas kontekstit. Nuk ka një direktiv, jo vetëm nga feja islame, jo vetëm nga feja ortodokse, po sidomos nga feja katolike që një katolik kroat, ose kisha katolike kroat, ose shqiptarët katolik bëhen kroat, ose malazes. Është një çështje parimisht për kishën katolike që as nuk ekziston fare për bashkësinë e tyre, se cili katolik është po aq i meritor pavarësisht gjuhës, kombit, zvendit ku qëndron. Dhe ndërsa për rastin e kishave ortodokse, kjo është pak më pa qartë, sepse kemi autocefalin që janë gjysmë autonomi. Pra janë më pak universaliste dhe në këtë rast këtu ka funksionuar edhe më shumë funksioni ose veçoria mbrojtëse e katolicizmit ndaj ortodoksisë slave. Dhe ne kemi raste, sidomos në luftën e parë ballkanike, që është lufta e pavarësisë tonë, pra në atë kontekst bëhet, ne kemi raste sidomos në zonën që thamë, të Kosovës perëndimore dhe Malit Zi, ku e njëjta dhunë që ushtrohet, pra genocidale, që ushtrohet ndaj muslimanëve, ushtrohet edhe ndaj katolikëve. Pra urdhri për konvertim në ortodoksi është i njëjtë për gjithë. Dhe madje për çudi, edhe reagimi i dietarëve lokal, le të themi, sepse ishte e vështirë që të komunikojnë atë kohë, ishte më i shpejt nga ana e muslimanëve. Konteksti është i tillë që ndodh shumë rrallë, që sidomos në zonën e Gjakovës, të Plavës dhe Malësisë, urdhri është i prerë që çdo person duhet konvertohet në kishën serbe. Pa rëndësi ka se kush është. Dhe duke patur zell shumë të madh dhe besim shumë të madh, muslimanët pranojnë të vdesin, të vriten, se sa të konvertohen në ortodoksi. Të njëjtën gjë ndodh me janë disa prifta që vriten aty dhe një shumësi katolikësh që nuk pranojnë konvertimin në kishën slave, ortodokse. Mirë po, dietarët musliman lokal, sepse komunikimi me Shejhul Islamin ishte shkput në Stamboll, është që mos e çoni veten këtë pikë. Kjo është tragjedi që duhet ta themi, ta kujtojmë. Pra, mbajeni besimin islam në zemër, por shpëtoni jetën dhe me gojë thujeni besimin ortodoks. Pra, vetëm që të shpëtoni jetën. Dhe kështu tani fillon të ashtë një informim që lejohet në kushte ekstreme që përpara se të vdesësh ose mes vdekjes dhe fshehjes së besimit, zemrën ta kesh plot, por mos bie sepse edhe dhuna, edhe zullumi është kalimtar. Dhe ndihma e Zotit mund vijë çdo moment. Kështu që edhe çlirimi. Kështu që mirë po ndërkohë që nuk e ke përdor këtë lehtësim, sepse kjo ka ndodhur në shumë kontekste, por kujt i shkon te mendja që do ndodhte kjo. Dhe këtu shkojmë në atë që çfarë fati dash që ne kemi pas dietar të tillë që t'japin një zgjidhje fetare kaq të vështirë. Pra pa pas nevojë për konsultim as me ChatGPT-n siç e kemi sot, po as me halifin dhe as me autoritetet e tjera. Thjesht
sepse kanë qenë meritor në ditorin në ilmin e tyre. Dhe tjetra pastaj është edhe tek, po njëjta gjë ndodh edhe tek arbreshët. Të arbreshët në rastin e ortodoksëve që të mos e zgjas shumë. Arbreshët ekzistojnë sot si arbresh sepse nuk janë katolik. Pra, ata ekzistojnë në mesin e një deti katolik, por janë ortodoks. Dhe kjo, pra fe ortodokse i ka ruajt ata nga asimilimi. Habia jon kuptohet ose shpjegohet krejt lehtë se deri tani janë si banta, si mund ta mbajnë 500 vjet, 400 vjet sa kanë ata identitetin kombëtar. Po, sepse identiteti kombëtar kishte si mburoj veçimin fetar. Pra, arbreshët nuk janë katolik, janë ortodoks me rit, por vetëm njohin, si thush, politikisht, ose kanonikisht, si që thuj, njohin papen si të parë, për arsye të pagesës së taksës, si thush, por në rite janë ortodoks. Dhe kjo i ka ruajt nga kjo. Dhe që ta mbyll këtë pjesën time tani dhe të shkojmë tërë, krahasoni çamet ortodoks. Se si për 50 vite e kanë humb atë që arbreshët ortodoks në mesin e një komuniteti jo ortodoks e kanë ruajt për 500 vite. Pra këto janë disa shembuj që përveç rastit islam që ne e njohim, e tregojnë që është një dukuri që i ka prek shqiptarët dhe besoj se është bekim për ne si popull. E para që edhe si fe i kemi fe ashtu siç janë, pra, siç e tham, monoteiste dhe universaliste, dhe tjetra fakti që ne atë që Europa e ka shumë vështirë ta kuptoj, ne kemi të natyrshme. Pra, këndvështrimin e shoqërisë si pluraliste në aspektin fetar. Në Europë, ekstremizmat e sotme, vala edhe rikthimit politik të partive ekstreme bazohet pikërisht tek mos kuptimi ose mos pranimi i pluralitetit fetar dhe kulturor dhe si thush ajo monopolizimi i shoqërisë ose ideja për ta imponu monopolin një fetar, një kulturor, uniformizimin kulturor në kushtet e Evropës së shekullit 21. Dhe e kam shpreh pak me tepri që pavarësisht se Evropa po përpiqet të kuptoj magjin se si mund të jetosh në një shoqëri kulturalisht, fetarisht shumë llojit, ne në këtë aspekt jemi jo në shekullin 21, po të 22-tin. Kjo është pak e tepër, po le t'i bëjmë qefin vetes. E bie në shekullin 21 kanë qenë ato rilindasit tonë. Po shoqëri kanë qenë shumë avangard. Ata në shekullin 23. I rilindasit janë në shekullin 23. Me bashkëkohësit evropian, po. Faleminderit.